Fillojmë të mbledhet Komisionit për Evropën e Punë të Jashtme. Rendi ditës ju është shpërndar. Ne sot kemi seanca dëgjimore me kandidatët për kryer të misione diplomatike. Kemi pasur një kërkesë. Seanca rendi ditës është përcaktuar bazuar në dokumentacion e ardhur nga Ministria për Evropën e Punë të Jashtme. Për këtë arsye kërkesa e parë ka qenë për zonjën Jeta Kreka, e propozuar në detyrën ambasadore e zakonshme dhe fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në shtetin e Katarit rezident, dhe pastaj do të vazhdojmë me zotin Bardhyl Kolçaku, të propozuar në detyrën ambasadore e zakonshme dhe fuqiplot i Republikës së Shqipërisë në NATO, gjithashtu rezident. Të ftuar kemi zëvendës ministren për Evropën e Punë të Jashtme, zonja Vilma Premti, e shoqëruar nga të dy kandidatët, dhe pa humbur kohë do t'i kërkoja zonjës zëvendës ministret na bëjë një prezantim të kandidates zonjës Kreka dhe pastaj do japim fjalën kandidates. Do vazhdojmë me pyetje dhe diskutime për kandidatën e parë dhe pastaj do kalojmë tek kandidati Kolçaku. Zonja zëvendës ministre. Faleminderit kryetar. I nderuar, të nderuar anëtarë të Komisionit për Evropën dhe Punët e Jashtme, më lejoni t'ju paraqes sot kandidaturën për ambasadore të jashtëzakonshme dhe fuqiplot të Republikës së Shqipërisë në shtetin e Katarit, zonja Jeta Kreka. Që prej vitit 2019, zonja Kreka ka zhvilluar veprimtarinë e saj akademike dhe profesionale në Doha, duke ndërtuar një profil të konsoliduar në një mjedis me karakter të theksuar ndërkombëtar. Ajo ka përfunduar studimet në Georgetown University në Katar, në programet shërbimi jashtëm diplomatik dhe biznes, politika ndërkombëtare, ku diplomua si studente me rezultate të larta. Teza e saj e nderit trajtoi narrativat e remitancave politike dhe sociale të diasporës shqiptare në Itali dhe u vlerësua me nderimet më të larta. Karriera e saj profesionale përfshin kërkimin akademik, analizën strategjike, sektorin financiar regulator dhe angazhimin institucional ndërkombëtar. Prej qershori 2023, zonja Kreka shërben si asistente kërkimore në grante dhe protokollet e kërkimit akademik në Georgetown University në Doha. Në këtë rol, ajo ka kontribuar në përgatitjen dhe menaxhimin e mbi 180 projekteve kërkimore, si dhe në administrimin e granteve me vlerë mbi $6 milion. Ajo ka udhëhequr gjithashtu një projekt pilot institucional në bashkëpunim me Google Gemini për zhvillimin e një baze të dhënash kërkimore të mbështetur nga inteligjenca artificiale me synim përmirësimin e proceseve të menaxhimit kërkimor. Njëkohësisht ka bashkërenduar programe akademike me studiues, vizitor, artist dhe përfaqësues diplomatik rezident. Prej vitit 2024 shërben në Georgetown si koordinatore programi për iniciativat të angazhimit komunitar në Nepal dhe Kenya, në bashkëpunim me organizata ndërkombëtare jo fitimpruese si World Voluntaries dhe Habitat for Humanity. Në këtë rol ajo ka bashkërenduar projekte që ndërthurin analizën akademike me shërbimin në terren dhe ndërtimin e kapaciteteve komunitare, duke koordinuar ekipe ndërkombëtare dhe partner lokal për zbatimin e ndërhyrjeve me fokus në zhvillimin e qëndrueshëm dhe përfshirje sociale. Në sektorin financiar dhe regulator, ka kryer internship kërkimor pranë Qatar Financial Center Regulatory Authority, ku kontribuoi në analiza mbi arkitekturën regulatore ndërkombëtare dhe pajtueshmërinë me standardet e Baselit dhe të EAIS, International Association for Insurance Supervisors. Gjithashtu, ka shërbyer si analiste investimesh pranë Global Millennial Capital në Abu Dhabi, duke marrë pjesë në vlerësime të startupeve në faza të hershme dhe në analiza të tregjeve të kapitalit sipërmarrës. Gjatë periudhës 2022-2024, ishte angazhuar në fushën e analizës strategjike pranë Embeli Advisory në Doha, ku koordinoi projekte me palë të interesit në Peru, Mozambik dhe Arabinë Saudite, si dhe hartoi analiza mbi tregjet ekonomike të gjirit persik për klient ndërkombëtar. Zonja Kreka ka kryer gjithashtu internship në ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Doha, ku hartoi një raport analitik mbi ndikimin ekonomik të turizmit mjekësor nga Katari drejt SBA-s dhe kontribuoi në mbështetjen logjistike dhe protokollare gjatë Doha Forum, një forum ndërkombëtar i nivelit të lartë që mbledh lider politik, diplomat dhe ekspert për të diskutuar për çështje kyçe të politikës globale dhe bashkëpunimit ndërkombëtar. Për angazhimin e saj u vlerësua me çmimin për leadership nga Byroja Përkatëse e Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
në periudhën 2021-2025 ishte bashkëthemeluese dhe drejtuese ekzekutive EU Center Albania, një iniciativë jo fitimprurse me fokus kërkimor mbi përfshirjen e të rinjve në proceset e vendimarrjes dhe artimin e politikave publike, rol që e ushtroi paralelisht me angazhime të tjera profesionale në kuadër të projekteve specifike. Zonja Kreka zotëron rrjedhshëm gjuhën angleze dhe gjuhën arabe, si dhe ka njohuri të gjuhës italiane dhe spanjolle. Ministrja për Evropën dhe Punët e Jashtme, për sa më sipër, i kërkon Komisionit të shqyrtojë dhe të mbështesë kandidaturën e zonjës Jeta Kreka, duke vlerësuar profilin e saj profesional, njohjen e thellë të mjedisit institucional dhe përvojën e drejt për drejt në shtetin e Katarit në funksion të një përfaqësimi dinjitoz dhe efektiv të Republikës së Shqipërisë dhe të konsolidimit të mëtejshëm të marrëdhënieve dypalqe me shtetin e Katarit. Ju faleminderit. Faleminderit, zonja Zënës Ministre. Jap fjalën me njëherë kandidates zonjës Kreka. Ju falenderit, i nderuar zoti kryetar i komisionit, zoti Hasani, të nderuar antar të Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme, ndjem e nderuar nga propozimi i kandidaturës sime nga qeveria shqiptare për të shërbyer Republikës së Shqipërisë si ambasadore jashtëzakonshme dhe fuqiplot në shtetin e Katarit. E marr këtë besim me vetdijen e plot për peshën që ka dhe për përgjegjësinë që mbart përfaqësimin në këtë shtet. Kam jetuar, studiuar dhe punuar në Doha që prej vitit 2019. Gjatë kësaj kohe kam qenë pjesë e mjediseve akademike dhe profesionale ndërkombëtare, kam ndjekur nga afër zhvillimet institucionale dhe kam bashkëpunuar me aktorë nga rrethi diplomatik dhe fusha ekonomisë, medias, arsimit dhe jetës publike. Mësimi i gjuhës arabe mëtej më ka ndihmuar të kuptoj më mirë kulturën e komunikimit dhe mënyrën si ndërtohen marrëdhëniet në praktik. Kjo përvojë më jep një kuptim konkret të ritmit institucional dhe të pritshmërive që shoqërojnë bashkëpunimet në Katar. Sot, marrëdhënia Shqipëri-Katar është në një moment shumë të mirë politik. Faza aktuale mbështetet mbi një momentum të rëndësishëm të krijuar nga vizitat e nivelit të lartë dhe nga intensifikimi i dialogut gjatë vitit 2025. Vizita e kryeministrit Edi Rama në Doha në nëntor 2025 dhe takimi i tij me kryeministrin dhe ministrin e punëve të jashtme të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, kanë hapur një shtek të qartë përpara dhe kanë krijuar kushtet që kjo marrëdhënie shumë e mirë politike të përkthehet në projekte konkrete me ndikim ekonomik, institucional dhe shoqëror. Gatishmëria e shprehur nga kryeministri i Katarit për një vizitë reciproke në Tiranë e forcon edhe më tej këtë drejtim, të cilin synoj ta ndjekim me seriozitet dhe vendosmëri, duke e kthyer në hapa konkret bashkëpunimi. Meqense ndodhem sot përpara këtij komisioni të nderuar, dëshiroj të theksoj se qeveria e Katarit i kushton rëndësi të veçantë Komisionit të Politikës së Jashtme në asamblenë e saj. Në këtë kontekst, e shoh me rëndësi zhvillimin e kontakteve të drejtë për drejta ndërmjet komisioneve parlamentare homologe. Në ushtrimin e detyrës time, do të angazhohem për një bashkëpunim ndërparlamentar më të strukturuar, përmes komunikimit të rregullt dhe një agjende tematike të qartë. Një hap konkret në këtë drejtim do të ishin vizitat e ndërsjellta, si pritja në Tiranë një delegacioni parlamentar nga Katari, ashtu edhe një vizitë e këtij komisioni në Doha, me synim krijimin e një platforme të drejtë për drejtë dialogu institucional. Nga kjo logjik, nis struktura e vizionit tim. Së pari do të filloj me shtyllën politike. Marrëdhëniet Shqipëri-Katar të vendosura që në 26 gusht 1992 mbështeten mbi një histori bashkëpunimi të qëndrueshëm dhe mbi një nivel të konsoliduar mirëkuptimi politik. Kontributet konkrete të Katarit pas tërmetit të vitit 2019, si dhe mbështetja me ndihmë mjekësore gjatë pandemisë së Covid-19, kanë treguar një mbështetje konkrete që ka afruar më tej dy vendet tona. Në planin shumë palësh, mbështetja e ndërsjellë në kandidatura si për shembull në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s dhe në Bordin Ekzekutiv të UNESCO-s dëshmon një koordinim funksional kur interesat përputhen. Në këtë fazë është e nevojshme ta shtrim këtë koordinim për te komunikimit politik përmes lidhjeve të drejtë për drejta ndërmjet ministrive, agjensive dhe komisioneve homologe me shkëmbim praktikash dhe ekspertize. Veçanërisht në fusha ku Katari ka zhvilluar modele funksionale, ky ndërveprim mund të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve tona. Do të marr pak më tepër kohë për të shtjelluar shtyllën ekonomike, por patjetër me qëllimin e duhur. Në planin ekonomik, marrëdhënia Shqipëri-Katar mbetet modeste nëpër masa, por me potencial të konsiderueshëm për rritje. Investimet e huaja direkte nga Katari përfaqësojnë rreth 0.03% të stokut total të IHD-ve në Shqipëri, me një stok rreth 4.6 milion euro dhe 4 kompani aktive të përqendruara kryesisht në zonën Tiranë-Durrës, në sektorin e ndërtimit dhe pasurive të paluajtshme. Në periudhën 2023-2025, flukset kanë qenë të kufizuara dhe të lidhura kryesisht me projekte zhvillimore publike.
tregtia mes dy vendeve përbën më pak se 0,05% të volumit total të tregtisë së jashtme të Shqipërisë. Në vitin 2024, Katari renditet i 63 ndër partnerët tregtar dhe i 109 si destinacion eksporti. Eksportet shqiptare mbeten minimale, ndërsa importet lidhen kryesisht me produkte energjike dhe plastike. Edhe trendi vitit 2025 reflekton një lidhje ekonomike të qëndrueshme, por ende me peshë të ulët. Në fushën e turizmit, lidhjet mbeten të kufizuara në volum, duke reflektuar një treg me potencial të konsiderueshëm për të pashfrytzuar plotësisht. Mungesa e lidhjeve të drejtë për drejtë ajrore dhe e promovimit të strukturuar në tregjet e gjirit kufizon aktualisht zhvillimin e këtij segmenti dhe pengon shfrytëzimin e plotë të kapacitetit bashkëpunues. Megjithatë, përtej këtyre shifrave modeste, Katari përfaqëson një partner me interes strategjik për Shqipërinë. Kapaciteti i tij i lartë investues, fondet sovrane si autoriteti i investimeve të Katarit dhe strategjia diversifikimit ekonomik në kuadër të vizionit kombëtar 2030 e pozicionojnë Katarin si një aktor me potencial real në sektor si energjia, infrastruktura, logjistika, projektet urbane, turizmi, teknologjia e informacionit e komunikimit dhe inteligjenca artificiale. Sfida jonë është këto potencial ta kthejmë në prani më të qëndrueshme investimi dhe në partneritete private afatgjata. Në këtë kuadër, organizimi i sesionit të parë të Komisionit të Përbashkët për Bashkëpunim Ekonomik, i planifikuar të mbahet në Tiranë në vitin 2026, përbën një mekanizëm kyç për strukturimin e dialogut ekonomik dhe avancimin e tregtisë dhe investimeve. Vizita e dhomës së tregtisë së Tiranës në Doha në shkurt 2025 dhe në nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit me homologen katareze përbëjnë hapa konkret drejt institucionalizimit të dialogut të biznesit dhe përgatitjes së këtij sesioni. Objektivi strategjik mbetet kalimi gradual nga bashkëpunimi sporadik apo me natyrë donatore drejt investimeve private të qëndrueshme. Kjo nënkupton forcimin e lidhjeve me aktor financiar dhe institucional në Katar, përfshirë strukturat investuese sovrane si dhe promovimin e projekteve të strukturuara, transparente dhe me ndikim të matshëm në sektor prioritar. Në fushën e investimeve do të angazhohen për promovim aktiv të potencialit investues të Shqipërisë dhe për ndërtimin e urave të komunikimit mes aktorëve ekonomik të dy vendeve, përfshirë organizimin e Forumit Ekonomik Shqipëri-Katar dhe takimeve B2B me pjesëmarrjen e dhomave të tregtisë. Në planin tregtar, prioritet mbetet zgjerimi i pranisë së produkteve shqiptare në sektor me avantazh konkurrues, veçanërisht në agroushqim, produkte të gjelbra dhe turizëm. Kjo nënkupton përmbushjen rigoroze të standardeve dhe certifikimeve për tregun e gjirit, harmonizim teknik të procedurave dhe pjesëmarrje të qëndrueshme në platforma sektoriale në Doha. Thelbësor është ndërtimi i marrëdhënieve të drejtë për drejta me sektorin e shpërndarjes, hotelerisë dhe retailit, në mënyrë që Shqipëria të konsolidojë një pozicion të qëndrueshëm në këtë treg. Roli i ambasadës do të jetë të mbështesë këtë proces përmes lidhjes së drejtë për drejtë me institucionet dhe aktorët ekonomik përkatës. Një tjetër element kyç për realizimin e potencialit ekonomik ndërmjet dy vendeve është forcimi i lidhshmërisë dhe infrastrukturës së shërbimeve. Hyrjet nga Katari në Shqipëri mbeten të ulta, duke reflektuar një treg me potencial të konsiderueshëm, por ende të pazhvilluar. Vendosja e një linje ajrore direkte Tiranë-Doha me Qatar Airways do të kishte ndikim të shumëfisht. Do të rriste flukset turistike, do të lehtësonte mobilitetin e biznesit dhe do të krijonte mundësi për transport mallrash. Përfshirë produkte të freskëta agroushqimore, si dhe do të forconte shkëmbimet akademike dhe institucionale. Diskutimi i kësaj çështje në nivelin më të lartë politik gjatë vitit të kaluar krijon një bazë konkrete për ta çuar përpara këtë iniciativë. Një tjetër shtyllë që është shumë domethënëse edhe për rrugtimin tim personal, por mendoj dhe për potencialin që përfaqëson në marrëdhënien ndërmjet dy shteteve është ajo arsimit. Doa përfaqëson një ekosistem të konsoliduar akademik dhe kërkimor, ku përmes Qatar Foundation janë integruar arsimi, kërkimi dhe politikat publike. Struktura si Qatar Research and Development Innovation Council dhe Doha Institute for Graduate Studies krijojnë hapësirë reale për bashkëpunim akademik dhe institucional. Shqipëria ka mundësinë të vendoset më qartë në hartën intelektuale të Katarit e më pas të gjirit, përmes një kuadri bashkëpunimi të strukturuar mes ministrive të arsimit, marrëveshjeve konkrete mes universiteteve dhe qendrave kërkimore për projekte të përbashkëta, mobilitetit akademik të organizuar për student dhe pedagog, si dhe përfshirjes në rrjete kërkimore dhe mekanizma financimi. Po ashtu, shkëmbimi studiuesve dhe studentëve nga Katari në Tiranë do të pasuronte dialogun intelektual dhe do të thellonte marrëdhëniet akademike. Në dimensionin diplomatik, ekziston tashmë një memorandum mirëkuptimi për bashkëpunim në fushën e trajnimit diplomatik. Kjo krijon një bazë institucionale që duhet thelluar dhe operacionalizuar. Instituti diplomatik pranë Ministrisë së Jashtme të Punëve të Jashtme të Katarit operon në një kontekst ku ndërmjetësimi dhe diplomacia shumëpalëshe janë pjesë e praktikës së përditshme institucionale.
Përvoja e Katarit në procesin ndërmjetësimi dhe negocimi ndërkombëtar ofron ekspertizë konkrete që mund të përshihet në programe të përbashkëta trajnimi. Ky bashkëpunim mund të marrë formë përmes moduleve të përbashkëta trajnimit, shkëmbimit të ekspertëve dhe përfshirjes reciproke të diplomatëve të rinj në programe formimi. Një tjetër shtyllë e rëndësishme është ajo e kulturës. Do të angazhohem që prania kulturore shqiptare në Katar të jetë e rregullt dhe e strukturuar, në bashkëpunim me institucionet kulturore në Shqipëri dhe partnerët përkatës në Doha. Në këtë kuadër do të synoj realizimin e projekteve të rëndësishme kulturore si ekspozita arti me Qatar Museums, prezantime letrare dhe panele përkthimi me Qatar National Library, cikle filmash dhe bashkëprodhime me Doha Film Institute, si dhe koncerte apo projekte të përbashkëta me Qatar Philharmonic Orchestra. Një angazhim më i strukturuar në iniciativën Years of Culture dhe organizimi një jave kulturore shqiptare në Doha do të krijoni një prani të qëndrueshme me art, film, muzik, gastronomi dhe trashëgimi, duke nxitur dialogun kulturor dhe lidhjet mes njerëzve. Ekziston hapësirë për thellimin e bashkëpunimit në trashëgimin kulturore përmes binjakëzimeve institucionale, projekteve muzeale të përbashkëta dhe shkëmbimit të praktikave në restaurim, muzeologji dhe menaxhim të trashëgimisë materiale dhe jo materiale. Shkëmbimi i ekspertizës dhe ndërtimi i kapaciteteve në këto fusha do të krijonin bazë të qëndrueshme për bashkëpunim afatgjatë. Zgjerimi i shkëmbimeve artistike në disiplina të ndryshme, me përfshirjen e institucioneve dhe organizatave kulturore, do të forconte mirëkuptimin dhe vlerësimin e ndërsjellë të vlerave tona. Duke qenë të pranishëm me cilësi dhe vazhdimsi në hapësirën kulturore të Dohas, ne jo vetëm prezantojmë identitetin ton, por krijojmë klim besimi që e mbështet marrëdhënien në të gjitha dimensionet e saj. Kultura e bën marrëdhënien të gjallë, por njerëzit tanë në Doha janë ura jone e përditshme. Prandaj, kaloj tek shtylla e diasporës shqiptare e fundit, po jo nga rëndësia. Edhe pse komuniteti shqiptar në Katar nuk është i madh në numra, ai përbën një urë të rëndësishme njerëzore dhe profesionale mes dy vendeve tona, me potencial për të shndërruar në një kapital të qëndrueshëm marrëdhëniesh. Qasja ime është të ndërtoj një lidhje më të afërt dhe më të strukturuar me diasporën në Doha, duke krijuar forma angazhimi ku përvoja, rrjetet dhe energjia e saj të kontribuojnë konkretisht në forcimin e lidhjeve publike, kulturore dhe ekonomike mes dy vendeve. Komuniteti duhet të shihet jo vetëm si publik i ambasadës, por si një pjesë aktive e kësaj marrëdhënie. Të nderuar anëtarë të komisionit, ju falenderoj sinqerisht për kohën dhe vëmendjen, pres me respekt mendimet dhe sugjerimet tuaja dhe jam e gatshme t'u përgjigjem çdo pyetje mbi pikat që paraqita, duke e konsideruar ekspertizën tuaj si udhërrëfyes të domosdoshëm për ta kryer këtë detyrë me dinjitet dhe rezultat. Do të isha shumë mirënjohëse nëse mendimi im dhe interesat tuaja do të pusheshin me qëndrimet e mbajtura para këtij komisioni, dhe për mua kjo padyshim do të jetë një nga ditët më interesante dhe të rëndësishme të karrierës time profesionale. Faleminderit. Faleminderit. Unë po e hap me njëherë tryezën për pyetje apo diskutime. Zoti Sheu, zoti Agjinasto, zoti Hoxha. Faleminderit zoti kryetar. Nderuar zonja ambasadorit, nderuar. Padyshim pozicioni i ambasadorit është një pozicion tepër i rëndësishëm. Unë do thoja që është pozicioni kryesor, pozicioni më i lartë për cilin aspiron çdo antar i trupit diplomatik shqiptar. Pasi bën një jetë diplomatike, përveç rasteve të veçanta, në cilët për arsye nga më të ndryshmet emërohet jashtë këtij kriteri në nivelin ambasador. Por në tërësi rregulli është që ambasador shkon dikush që ka bërë një karrierë të plot diplomatike, që ka ndikur hallkat e diplomacisë dhe pastaj emërohet në fund fare për të mbyllur si niveli më i lartë i karrierës diplomatike emërohet ambasador. Ky është një rregull i artë në të gjitha vendet e zhvilluara, sepse padyshim të qenit ambasador është kurorëzimi i karrierës të gjatë diplomatike, jo të shkurtër diplomatike. Fatkeqësisht ky rregull kaq i rëndësishëm është shkelur për shkelet katërcipërisht në vendin tonë. Unë nuk kam asgjë me kandidaturën, absolutisht shoh ka një CV të pasur. Jam i bindur që do ta bëj mirë detyrën e saj. Për zotin Kolçaku absolutisht nuk kam asgjë, është tjetër rasti zoti Kolçaku. Ai vjen nga një karrierë parlamentare ushtarake dhe shkon në një vend ushtarak, unë e shoh ndryshe zotin Kolçaku, them drejtën. Por problemi është se këtu të neve shkelet vazhdimisht ky rregull i diplomacisë. Të gjithë ata që punojnë në trupin diplomatik padyshim që ndihen të diskriminuar.
Pse të punosh trupin diplomatik ku nuk bëhesh ambasador? Kur mund bëhesh ambasador, duke qenë diku tjetër, edhe në moshë të re, dhe shkon bëhesh ambasador. Pa kaluar atë kalvarin, ose më mirë, e curin e trupit diplomatik. Pse do punën njerëzit trupit diplomatik ku nuk bëhen ambasador? Ne hiqim motivacionin. Ne në të mënyrë shkatrojmë trupin diplomatik shqiptar. Nuk ka gjë më të keqe se kjo për të shkatruar një trup diplomatik. Çdo njeri që është trup diplomatik duhet ndjej veten të aftë të i bëhet ambasador. Ju gjithë keni lexuar çka thënë Napoleon Bonaparte për ushtrinë. Çdo ushtar ka në çantën e tij shpinës shkopin e marshallit. Apo ja. Dhe ashtu i bëri të gjithë, nga ushtari që bëri marshall. Gjë që është shumë e rëndësishme për trupin diplomatik. Unë e kam shprehur gjithmonë, unë jam absolutisht mund të ketë një përqindje të vogël. Por ama duhet të respektuar në mënyrë të plotë shumica dërmuese e ambasadorëve të vinë nga trupi diplomatik. Ja mendoni veten tuaj ju vetë, sikur jeni ju se tash i shoh diçka që qeshin. Sikur jeni vetëm trupin diplomatik të nderuar kolegë. Çfarë do bëni ju nëse ju nuk keni mundësi të bëni ambasador, por ju punoni tërë jetën në trupin diplomatik, jepni, bëni marrëveshje, dhe pastaj shikoni diku tjetër që bëhet ambasador. Kur aspirata e çdo diplomati shqiptar bëhet ambasador. Dhe kjo është aspiratë legjitime, është normale. Nuk është një aspiratë eksesive. Pra, do kemi kjo s'ka lidhje me ju si person, do ta theksoj. Kemi një politikë të shtrëmbër, demotivuese për të gjithë sistemin diplomatik shqiptar. Në këtë mënyrë. Thash, mund të ketë raste veçanta, është tjetër Kocaku. Vjen nga karriera ushtarake, nivele shumë të larta, nga një karrierë fort diplomatike në parlament. Kemi qenë bashkë komision vazhdimisht shumë herë. Shkon në një ambient i cili ka lidhje me diplomacinë dhe me forcat armatosura. Nuk s'kam vrejtje. Por në tërësi unë kam vrejtje për këtë gjë. Që ambasadorët duhet të ndjejnë një nivel karriere. Ku shkatrohet niveli karrierës është padyshim gjëja më e keqe që mund të ndodhi në një trup diplomatik. Dhe ne e shkatruam karrierën. Nuk është element diplomatik të jesh në organizma ndërkombëtare specialist. Nuk është. Është tjetër diplomacia. Diplomacia është krejt tjetër. Mund të jesh në shumë organizma ndërkombëtare, punon specialist, por nuk je diplomat. Është tjetër diplomacia, është tjetër. Ka tjetër përmbajtje në thellësinë e saj. Ka tjetër përmbajtje. Prandaj, unë mendoj që kjo është sëmundja më e madhe shkatruese breshse sistemit ton diplomatik, e trupit ton diplomatik. Që nëse nuk korrigjohet, ne do shkojmë në kolaps të sistemit diplomatik, ose pastaj do jenë njerëz që nuk kanë aspirata, nuk kanë ambicie, nuk duan të ecin përpara, shikojnë, jam këtu, marr një rrogë, punoj në zyrë, bëj 5 udhime jashtë. Shumë mund shkojnë në nivel të dytë apo tretë një ambasadë. Edhe kaq. Është demotivuese e madhe. To politika, unë mendoj se Ministria e Jashtme s'pari duhet i kundërvihet këtyre politikave. Se teorikisht propozimin e bën Ministria e Jashtme e nis procedurën. A pra. Dhe Ministria e Jashtme unë mendoj se s'pari duhet të mbrojë stafin e saj. Më vjen shumë kam qenë vetë Ministria e Jashtme. Ministria e Jashtme duhet të mbrojë stafin e saj. Do të propozoj nga stafi i saj, nga trupa e saj. E do të luftoj për të gjë. Jo të presit ja sjellin e parashut. Është normale kjo gjë. Unë thash, nuk preshtoj për zonjën, ka një CV të pasur, s'kam asgjë si CV-n e saj në mënyrë absolute. Por në parim jam krejtësisht shqetësuar nga kjo ecuri e trupit diplomatik shqiptar. Faleminderit. Faleminderit zoti Sheu, zoti Xhinasa. Faleminderit kryetar. Urime për CV-n ekselente edhe për arritjet akademike që keni. Në fakt, ndodhem përpara një realizimi shumë të shpejtë të asaj që shpreha si rezervë ndaj ligjit të ri të shërbimit jashtëm, ku angazhimi në shërbimin e jashtëm
veçanërisht në nivelet më të larta, janë totalisht pa thuash standardizuara dhe të pa kontrolluara. Dhe kjo s'ka të bëjë me ju fare, me arritjet tuaja akademike. Unë veren nga CV-ja juaj të paktën që na është paraqitur këtu, që ju nuk jetoni në Shqipëri, apo jo? Ju jetoni në Katar. Kjo është e para. E dyta, vere që ju s'keni pasur asnjëherë marrëdhënie me Ministrinë e Punëve të Jashtme. Po. E treta, jo, kjo është mënyra më e mirë fakt për të përgjigjur, se pastaj përgjigjet tretën në perifrazim. Edhe vajza shumë e saktë në atë aspekt, është akademike, kështu që po mirë, tash ne kemi për diplomacinë, se kemi për publikun, ju keni shqetësim për publikun, ne kam për diplomacinë shqetësim. Pyetja tjetër është nëse ju e kanë kërkuar për të bërë ambasadore, apo keni shprehur dëshirën vetë për të bërë ambasadore. Dhe a jeni ndjeni a ka pasur ndonjë ambasador tjetër ose ndonjë diplomat tjetër të Ministrisë së Jashtme që ka pasur pretendimin për të kaluar këtë proces emërimi. Pyetja tjetër është nëse ju e gjykoni që mos prezenca në Shqipëri dhe mos kontaktet me Ministrinë e Punëve të Jashtme ju kanë krijuar ndoshta një vakum në dijet tuaja, në ndjeshmëritë tuaja për zhvillimet në Shqipëri dhe për funksionimin e institucioneve në Shqipëri, veçanërisht të Ministrisë së Punëve të Jashtme. Edhe dy pyetje tjera që kanë të bëjnë, janë pak më politike. Në fakt është edhe një personale. Ju mbas këtij mandati, synoni të qëndroni në diplomaci? Keni ambicie për të bërë diplomate, për të qëndruar në diplomaci dhe për të vazhduar karrierën, apo e konsideroni këtë si një post, një mandat dhe pastaj do vazhdoni me ambicjet tuaja të tjera? Me që po flasim për Katari, një vend shumë i rëndësishëm i gjirit dhe një vend me potencial të jashtëzakonshëm të marrëdhënieve me Shqipërinë. Edhe jam shumë dakord që projekti i tyre diversifikimit mund të jetë shumë përfitues për Shqipërinë, se ata duan brenda vitit 2030 duan të barazojnë gjithë të ardhurat që vijnë nga nafta dhe gazi me të ardhurat tjera që vijnë nga aktivitete ekonomike që s'kan lidhje me naftën dhe gazin. Kështu që mund të kemi një interes të madh edhe ne. Pra, pyetja është që ju cilët ishni themi një ose dy fushat kryesore që mund të bashkëpunojnë me Katarin. Dhe e fundit në aspektin politik, duke qenë se Katari ka një, do thoja, ka disa nuanca shumë interesante të qëndrimeve për lindjen e mesme, veçanërisht kontrastuar me qëndrimet që të Emirateve, të Arabisë Saudite dhe faktorëve tjerë të gjirit. Jeni besoj ndjeni edhe çfarë mund të thoni janë 2-3 tiparet kryesore të qëndrimeve të Katarit për sa i takon zhvillimeve atje dhe paqes në lindjen e mesme. Faleminderit. Meqense Zotja Gjinaslo bëri disa pyetje, do t'i kërkoja zonjës Krega që të përgjigjej pyetjeve të kolegut dhe pastaj vazhdojmë me pyetjet tjera.
Ju faleminderit për pyetjet. U përpoqja të mbaj shënime dhe nëse në një moment harroj diçka, ju lutem më rikujtoni. Po e filloj me pyetjen e parë, nëse më kanë kërkuar apo kam shprehur interesin, po, unë kam shprehur interesin. Nëse, siç e keni parë edhe nga CV-ja ime, unë kam studiuar shërbim të jashtëm diplomatik në Georgetown University në degën e Katarit. Kjo shkollë, ky institucion konsiderohet si shkolla më e mirë e marrëdhënieve me jashtë në botë. Pas kësaj kam kryer praktika të ndryshme internshipesh. Urdhëro? Po, foreign service po. Në nivelin master dhe bachelor. Po, nëse shikoni rankimet e QS për vitin e fundit, po. Çka dua të them me këtë është fakti që trajnimi rigoros që kam marrë padyshim lidhje me dëshirën time për të qenë pjesë e botës diplomatike. Arsyeja pse unë nuk kam qenë fizikisht këtu ka qenë për shkak të angazhimeve të shkollës dhe pastaj profesionale atje. Dhe jam përpjekur që interesin tim ta mbaj gjallë nëpërmjet kërkimeve akademike që kam bërë, angazhimit me organizatën jo fitimprurse që kam themeluar së bashku me të rinj të tjerë shqiptar për gjatë 5 viteve të fundit, synimi kryesor i të cilës ka qenë pikërisht mbajtja e gjallë e kontaktit tim me kontekstin e Shqipërisë, politikat e jashtme, politikat për rinin, për ekonomin, për punësimin, sepse unë e konsideroj të qëndësishme që pavarësisht se trajnohem në rrugë diplomatike në një shtet tjetër, dietë mia për Shqipërinë të mos lënë për të dëshiruar, edhe të mbeten mbrapa krahasuar me dietë që kam për Katarin apo për vende të tjera të botës. Thënë kjo, mendoj që mos prezenca në Shqipëri faktikisht më ka shërbyer si katalizator për ta mbajtur edhe më të ngushtë marrëdhënien. Shpesh përditshmëria mund të bëjë që secili të shkëputet nga një prioritet dhe të ndjeki prioritete të tjera, por për mua dëshira për të studiuar jashtë ka lindur nga dëshira për të kontribuar në botën akademike dhe profesionale shqiptare dhe jam përpjekur që nëpërmjet edicioneve informative, artikujve, njoftimeve kryesore të shtypit lidhur me zhvillimet ekonomike apo politike të vendit dhe siç e ceka dhe më parë politikat e jashtme, ta mbaj këtë kontakt me aq sa mundem. Nuk jam naive dhe të them që un kam të njëjtin kontakt si ju që jeni këtu në përditshmërinë tuaj, por për aq sa kam mundësi të bëj, duke marrë parasysh dhe angazhimet e tjera, mendoj që jam në një kontakt shumë të mirë me realitetin shqiptar. Asynoj të qëndroj në diplomaci. Kjo është një pyetje padyshim $1 milion, duke marrë parasysh që unë ende nuk e kam cekur si eksperiencë. Dëshira ime më e madhe është që të mbetem në shërbim të vendit, qoftë kjo në një kapacitet akademik, qoftë kjo si diplomate, apo në çfarëdo lloj pozicioni tjetër që vendi do të përfitonte nga eksperiencat edhe pikpamjet që unë kam fituar për gjatë viteve të fundit. Sa i përket diversifikimit të ekonomisë së Katarit, patjetër është një proces që ka nisur prej shumë vitesh, por është intensifikuar sidomos pas përfundimit të kampionatit të botrorit pas vitit 2022. Fokusi më i madh i zhvillimit dhe projekteve zhvillimore të vendit vitet përpara botrorit kishin në fokus zhvillimin e infrastrukturës dhe përdorimin e fuqisë së butë në një formë ose tjetër për rritjen e nivelit turistik dhe të interesit të botës ndaj Katarit dhe vendosjen e vendit në hartën botërore. Kjo tani më është arritur dhe duke qenë pjesë e kapaciteteve të ndryshme ose eksperiencave të këtij diversifikimi, mendoj që patjetër Shqipëria ka shumë interes për të qenë pjesë. Nëse do cilësoja 2 fusha kryesore, duke i referuar edhe fjalës që mbajta më parë, patjetër e para do ishte shtylla ekonomike. Mendoj që ka goxha për të eksploruar kur vjen puna tek tregtia. Katari është një vend që ka kërkesë për produkte me cilësi premium dhe ka një kërkesë të vazhdueshme. Shqipëria nuk është e vendosur në atë hartë, ndryshe nga për shembull shtetet e tjera të Ballkanit, dhe mendoj që do ishte shumë përfituese për tregun vendas, për fermerët, që produktet shqiptare të ndodheshin në tregjet e Katarit. Padyshim që vendosja e linjës së fluturimeve direkte do t'i bënte shumë mirë katalizimit të ekonomisë në tërësi, në momenti që kemi shkëmbim njerëzish, shkëmbim kapacitetesh, dhe arrim ta vendosim Shqipërinë në një dritë tjetër për katarezët dhe për ndërkombëtarët që jetojnë në atë vend. Është një potencial i mirë për turizmin dhe mendoj që nëse kam mësuar diçka nga eksperienca ime 7 vjeçare në atë shoqëri është që
çdo gjë funksionon në bazë të besimit. Nëse ti nuk je një ambasador i mirë i vlerave të tua, identitetit nga i cili vjen dhe i kulturës, nuk mund të krijohet kursesi besimi për të marrë përsipër investimin në tregun shqiptar. Pavarësisht se Shqipëria ofron stabilitetin makroekonomik dhe kushtet e duhura ekonomike për të tërhequr investitor katarez apo ndërkombëtarë që jetojnë në Katar, mendoj që nëse fokusohemi në promovimin e Shqipërisë në vendet e duhura nëpërmjet vlerave, kulturës dhe identitetit ton, dhe zhvillojmë në mënyrë intensive takime për të shtyrë përpara bashkëpunimin tregtar dhe ekonomik të vendit, do të jetë një platformë shumë e mirë për të fuqizuar çfarëdo lloj sektori tjetër në cilin ka potencial për bashkëpunim, si siguria kibernetike, inteligjenca artificiale, qëndrueshmëria dhe politikat e gjelbra. Sa i përket qëndrimeve të Katarit në lindjen e mesme, jam koshente që jo vetëm Katari apo rajoni, por e gjithë bota ndodhet në një situatë me konflikte të mëdha. Ka shumë vende të cilat e trumpetojnë dhe përpiqen ta shtyjnë sa më tepër situatën drejt konsensusit, drejt dialogut, drejt paqes, por mendoj që Katari luan një rol shumë specifik dhe teje të rëndësishëm, sidomos brenda rajonit, për t'i mbajtur të hapura kanalet e komunikimit me partnerë të cilët në shumë raste janë në kundërshti të hapura dhe të mëdhaja me njëri tjetrin. Dhe kur vjen puna tek vendet e tjera të Gjirit Persik, pavarësisht mosmarrveshjeve që mund të kenë lidhur me çështje të ndryshme, mendoj që mes tyre ekziston një marrëdhënie vëllazërore, të cilat her pas here hasin debate, por kur bëhet fjalë për çështje të sigurisë në rajon, të gjithë mblidhen së bashku dhe prioritizojnë sigurinë e njëri tjetrit, jo vetëm për shkak të vlerës dhe kulturave që ndajnë, por sepse realisht besojnë në ruajtjen e paqes për të mirën e gjithë popullsisë dhe jo vetëm të popullit tyre vendas. Thënë kjo, me eksperiencat që kam patur së paku me angazhimet dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe dhe në Mbretërinë e Arabisë Saudite, patjetër mund të them që mund të dëgjosh shpeshherë debate që kanë lidhur me politika të ndryshme që ndjekin edhe në vendet përtej Gjirit Persik, edhe jashtë territoreve të tyre, por këto janë çështje që padyshim ju takojnë politikave të tyre të jashtme. Unë përpiqem t'i ndjek me koherencë, dhe nëse më besohet kjo detyrë, do t'i ndjek me koherencë patjetër gjithmonë dhe në raport me politikat e jashtme të vendit tonë dhe të interesave më të mira të Shqipërisë. Uroj që të mos kem lënë asnjë gjë pa përmendur. Faleminderit. Faleminderit zonja Krega, një koment personal, meqense kam shërbyer si ambasador i Republikës Shqipërisë. Ambasadorët nuk zgjidhen për shkollat që kanë mbaruar, zgjidhen për pjekurinë profesionale edhe për kontributin që kanë dhënë në përfaqësimin e shtetit. Kështu që jam i bindur që duhet të fokusohemi dhe po përpiqesha, prandaj doja të pyesja, ndoshta dokumenti që ka ardhur nga Ministria e Jashtme është i paplot, por mund të thoni se shoh si vin që fillon diku në 2019. Çfarë keni bërë përpara 2019-s, se do ishte me shumë interes të kuptonim karrierën tuaj? Patjetër. Në 2018 kam përfunduar studimet e gjimnazit tek Petronini Luar Rasi në Tiranë, po. Dhe në vitin 2019 jam larguar drejt Katarit për të kryer studimet e bachelorit, të masterit dhe për të nisur punën full time. Zoti Hoxha. Mirë, unë do ta thjeshtësoj pak diskutimin tim dhe dua të komentoj thjesht 3 pika. I nderuar kryetar, të nderuar antar. Sot që po flasim, në Katar kemi një të ngarkuar me punë, që do të thotë ky vend është vakant. Shqipëria ka nevojë për një ambasador, pra që ta nisim nga pikpamja e nevojës. Përpara meje, po dhe përpara jush, vjen një kandidate për ambasadore e cila në gjykimin tim
personal për pak minuta sa kam dëgjuar paraqet një, s'po them doktrin, po një vizion dhe më krijon përshtypjen e një njeriu shumë të shkolluar. Pjesën profesionale, pra është një pjesë që unë personalisht mendoj që është shumë e domosdoshme karriera në diplomaci, po dhe nuk mund t'i përjashtojmë neve njerëzit e shkolluar, shqiptar, që shkollohen jashtë dhe aspirojnë për disa pozicione ku neve kemi vendosur disa kritere. Ky në gjykimin tim, pra ju jeni të gjithë ish ministrat i jashtëm, unë vetë kam qenë ish ministri i brendshëm, kryetari i komisionit ka qenë ministri i jashtëm. Besoj që në ligjin për shërbimin diplomatik ose për shërbimin e jashtëm, nuk kemi në një përjashtim të rastit konkret për të emëruar dikushi nga jashtë në ambasadën e Katarit si ambasador, duke qenë se në nivelin strategjik neve kemi shumë interes strategjike me këtë vend. Mos gaboj, kandidatja tha që unë jetoj atje prej vitit 2019, që do të thotë, ajo njeh kulturën e atij vendi, njeh gjuhën e atij vendi, është e shkolluar në atë vend dhe i jep pak përparësi për sa i përket qasjes ose adaptimit në atë vend, që për mendimin tim është shumë e rëndësishme. Pra të njohësh gjuhën e një vendi ku shkon për të përfaqësuar, unë jam përballur dhe me ambasador, nuk dua të bëj paralelizma për sisteme politike ose që të hyj tani që në kohën e atit është emëruar ky ambasador ose në kohën e këtij është emëruar ky ambasador, nuk është etike ta bëj këtë gjë dhe nuk do ta bëj, po kam parë se kam 25 vjet eksperiencë në administratë, kam filluar si specialist i bashkëpunimit ndërkombëtar karrierën time, sidomos në marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe e di pak a shumë ciklin dhe nuk kemi qenë kaq rigoroz dhe kaq strikt tani në vendosjen e ambasadorëve. Ne e dim shumë mirë se kush e ka përfaqësuar vendin tonë në kohë të ndryshme, në nivele të ndryshme. Po e lëm këtë gjë. Tani unë kisha dy pyetje. Në vitin para një muaji mos gaboj, kryeministri ka qenë në Katar, që është një vizitë shumë e rëndësishme për hapjen e një kapitulli të ri në marrëdhëniet me Katarin. Pas kryeministrit ka qenë dhe ministrja Ibrahimaj, mos gaboj, Delina Ibrahimaj. Tani unë kam një pyetje që lidhet me ju personalisht. Mbas këtyre vizitave, që besoj se ju i keni ndjekur në distancë ose keni marrë material dhe keni lexuar për sa i përket zhvillimit dhe dialogut politik që është zhvilluar. Me pak fjalë, a mund të më thoni dhe përpara komisionit dhe ishte me shumë rëndësi, në cilën mënyrë kërkoni ju dhe do ta zhvilloni ju fushën e bashkëpunimit Shqipëri-Katar në nivelin strategjik? Faleminderit. Faleminderit zoti Hoxha, po vazhdojmë po mbledhim disa pyetje dhe pastaj ja japim fjalën kandidatës, zonja Muzhaqi. Faleminderit kryetar. Unë fakt së pari doja të bashkohesha me kolegët që vlerësuan CV-n dhe përgatitjen e kandidatës që është sot para nesh. Edhe vërtet nuk është diçka që arrihet thjesht, kesh një CV të plot, sidomos nga ana akademike dhe gjithë punën që ke ndjekur. Së dyti, si ish ministre e rinjet, përgëzoj dhe për punën që ke bërë me organizatat rinore këtu në Shqipëri dhe që e ke ndjekur, mendoj që është një komponent shumë kyç për çdo vend. Dhe lidhur pikërisht me këtë, do bëj një pyetje që ndoshta duket pak e habitshme të vi nga unë, po si një person që jam futur në politikë si vajzë e re, dhe mbi gjitha dhe re dhe vajzë. Kështu që edhe pyetja që kam, që ndoshta deri diku është pak personale, po kur flasim për vende që janë relativisht patriarkale, pyetja që unë kam për juve është a i keni menduar sa e vështirë do të jetë në fakt angazhimi juaj në një vend si Katari, duke qenë vajzë dhe duke qenë dhe e re në moshë, dhe besoj që këtë gjën e keni pasur mendje shpesh, dhe si mendoni që do ta adresoni këtë sfidë për të ulur në tavolina me burra në moshë shumë më të madhe se ju, dhe besoj që kjo është një pikë, ndoshta prisja që dhe kolegët ta ngrinin, po meqense nuk u ngrit nga askush, po e ngraun. E dyta, patjetër që jemi për barazin gjinore, po nuk mundet absolutisht që të anashkalojmë sfidat që vinë fakt edhe me gjinin që ne kemi. Nuk është diçka e fshet kjo, kështu që pse jot po se trajtojmë dhe përditur edhe qasjen tuaj. E dyta lidhet me
çfarë unë mendoj që bën ambasadori, unë nuk mendoj që ambasadori bën vetëm pjesën teknike dhe pjesën formale apo mirëmbajtjen e marrëdhënieve, po mbi gjitha çdo ambasador, të paktën ambasadorët e suksesshëm që kanë pasur rastin takoj, kanë pasur një komponent ekstra. Ai komponenti ekstra ka qenë gjithmonë krijimi i raporteve ndërpersonale. Dhe sërish pyetja lidhet drejt për drejt me vendin ku ju keni shprehur dëshirën që të kandidoni dhe të bëheni ambasadore. Si do ta menaxhoni pjesën e raportit personal me ambasadat e tjera, me palët e ndryshme të institucioneve atje, kush është qasja juaj për të siguruar që pavarësisht ndoshta stereotipeve që ka në vendin ku ju do të shkoni, të keni mundësinë që të jeni barabartë në kryerjen e detyrës tuaj. Dhe e fundit që kisha ishte një koment lidhur me diçka që u tha këtu për pjesën e shërbimit të jashtëm. Unë personalisht mendoj që dhe ligji që kaluam para pak ditësh në parlament, si fokus kryesor ka tërheqjen e diasporës. Dhe mendoj që rasti juaj është një rast me një përgjegjësi shumë të madhe, jo vetëm për ju personalisht, por me një përgjegjësi shumë të madhe dhe për gjithë diasporën shqiptare që është anë mban vendit, sepse ju jeni ndoshta ai rasti që do tregoj pikërisht nëse është rast suksesi kur ne marrim diasporën e integrojmë në shërbimin tonë të jashtëm dhe shohim vërtet se sa impakt ka të jetuarit jashtë dhe të qenurit pjesë atij komuniteti që ju do të vendosni që të përfaqësoni Shqipërinë, apo të jetë një rast që na bën ta rimendojmë këtë gjë. Uroj fort që të jetë e para dhe jo e dyta, por mendoj që puna juaj realisht do të jetë një shembull i mirë edhe për vajzat e tjera që duan të angazhohen në detyra të tilla dhe mbi të gjitha edhe për treguar që shërbimi i jashtëm mund të ketë të dyja. Mund të ketë dhe eksperiencën me shumë vite prapa shpine, mund të ketë edhe atë personin që është pak më i ri dhe që vjen me një frym ndryshe dhe me një qasje, ndoshta për të bërë gjërat pak më jashtë të saj kornizës tipike që ne jemi mësuar të shohim ambasadorët. Faleminderit. Faleminderit zonja Muzaqi dhe zonja Spajil që të mbyllim këtë raund pyetjes. Nuk kam shumë pyetje në fakt, por desha t'i them jetës që siç e shikon ka interes shumë të madh për ty, sepse kuptohet nga mosha që ju keni dhe të doja në fakt edhe duke qenë në komisionin e jashtëm edhe duke patur kjo tryezë shumë ministra të jashtëm, kjo qasje e re tregon edhe një herë një vizion të ri për të mbështetur padyshim brezin e ri që është i formuar shumë mirë jashtë. Me CV-n që shikoj, ju në fakt ambasadoren e keni bërë shumë vite më parë, se shikoj që keni marrë shumë çmime, tituj në një kohë shumë të shkurtër, edhe ajo që mbie në sy është pasioni që ju keni patur për kërkimin shkencor dhe ndjekja e shumë projekteve kërkimore dhe edhe se si janë zbatuar grantet. Pra në pak vite do të thoja, se nuk janë shumë vite, keni arritur që keni eksperienca të ndryshme. Unë do doja vetëm të kisha një vizionin tuaj që si do ta ktheni këtë energjinë dhe perspektivën e brezit të ri në rezultate konkrete diplomatike. E shikon ti këtu që ka qasje të ndryshme, pra ka qasje dhe pro dhe kundër moshave të reja, për mua do të ishte një kënaqësi që ne të kishim një mbështetje në fakt të zërave kaq të arrirë edhe në moshë të re, kudo që janë në përbot, në mënyrë që diplomacia jonë, kudo në botë shërbente si një derë e hapur për gjithë brezat e rinj dhe për ato element që i kushtohen shkencës. Je vërtet një moshë që ti mund të kishe dhënë shumë më tepër në karrierën tënde si kërkuese shkencore, dhe mund të kishte qenë një arritje shumë më e madhe për ty, po në fakt ti kthehesh në realitetin tjetër për të shërbyer vendit. Dhe kështu do ta konsiderosh, sepse në moshën që ke ti, në karrierën që ke deri tani, do kishe shkuar shumë më lart po të vazhdoje me këtë punë. Por në një moment njeriu vendos edhe të shërbejë vendit. Kështu e mendoj unë. Ne kemi pasur takime të vazhdueshme edhe me ambasadorin e Katarit këtu në Shqipëri dhe kërkesa dhe insistimi i përhershëm është që të intensifikojmë këto marrëdhënie në fushën e ekonomisë, të turizmit, të dy palëve. Ju përmendët shifrën që keni aktualisht që është një shifër modeste, sidomos e eksporteve. Dhe puna juaj padyshim do të fuksohet edhe te bashkëpunimi universitar, te gjitha fushat që ju përmendët, por unë do të insistoja pak në këto pikat kryesore të bashkëpunimit, që në mënyrë të përsëritur ambasadori i Katarit
kërkon t'i intensifikoj. Ka bariera. Si do t'i shmangni ju këto bariera? Ne do të shohim vizionin tuaj si ambasadore e re. Edhe njëherë ju uroj shumë suksese dhe atë përkushtim që ke në shkencën uroj që ta kesh si përkushtim për forcimin e këtyre marrëdhënieve midis dy vendeve. Faleminderit. Faleminderit zonja Spaila. Atëherë zonja Kreka në përgjigje të pyetjeve të komisionit, lutem. Faleminderit. Të gjitha këto pyetje kanë një marrëdhënie të përbashkët. Padyshim e respektoj ndryshimin e dikujt që vjen nga trajektoria e karrierës diplomatike dhe dikujt që vjen nga jashtë sistemit. Në rastin tim, do të thekja që avantazhi kryesor që unë kam është padyshim që kam jetuar në atë vend, krahas katarezëve, krahas popullsive arabe, të Azisë së Jugut, apo ngadoqë njerëzit që më kanë bashkëshoqëruar përgjatë shkollës, po dhe jo vetëm. Unë kam mësuar prej tyre, kam mësuar ta shoh Katarin me sy tjetër përmes tyre, dhe fuqia specifike e universitetit, jo për ta kish kuptuar në sensin e të shiturit mend mbase për ku kam studiuar, po për t'ju dhënë pak më tepër kontekst, universiteti ndodhet në një zonë që quhet Qatar Foundation. Fondacioni Katarit është themeluar që në 1995 nga nëna e fantastike. Jo, ndjes do kaloj në një pikë tjetër. Patjetër. Të qenit pjesë e një komuniteti si Fondacioni i Katarit të jep akses të menjëhershëm në rrjetin akademik të shtetit, në institucione drejtuese, në pedagogë të cilët janë këshilltar personal të institucioneve të ndryshme, të rangjeve më të larta, dhe të studiuarit me individ të cilët drejtojnë atë shtet pasi diplomohen, më jep një akses të nivelit që më lehtëson disa prej barierave që përmendëm. Në shumicën e rasteve, nëse më duhet të gjej një informacion apo të kontaktoj një institucion të caktuar për një shërbim, unë kam aksesin e drejt për drejt nëpërmjet networkut që kam arritur të ndërtoj gjatë këtyre 7 viteve të fundit. Nuk kam hasur asnjëherë një paragjykim ose një vështirësi në sajtë të qenit vajzë në shtetin e Katarit. Është një shoqëri që patjetër ka një nivel patriarkalizmi, i cili është mbase më i përkthyher brenda shoqërisë vendase, por si ndërkombëtare dhe si ndërkombëtare që operon më së tepërti në një mjedis më amerikan, kam qenë gjithmonë e fuqizuar për të ndjekur çfarë do lloj eksperiencash që kam dashur, dhe nuk kam ndier personalisht limitime në çfarë mund të bëj. Bie shumë dakord me ju që kjo është një përgjegjësi e jashtëzakonshme, dhe patjetër që nëse komisioni do e shihte të arsyeshme, do e merrja me shumë përulësi, sepse jam tërësisht e vetëdijshme për moshën që përfaqësoj, për eksperiencën modeste në kohë, në vite pune, por kjo eksperiencë është ndërtuar me shumë dashamirësi për mbi të gjitha për të marrë perspektivë në aspekte të ndryshme se si shoqëria apo ekonomia e atij vendi funksionon, dhe për të bërë gjithmonë një lidhje në një formë ose tjetër me mënyrën se si mund të përshtaten këto praktikat më të mira në rastin e Shqipërisë. Si do ta kthej energjinë e brezit të ri në rezultate? Mendoj që brezi i ri ka patjetër shumë përcjell, por e ka të domosdoshme bashkëpunimin edhe me brezat më të mëdhenj, të cilët janë pjesë e sistemit, vinë nga një eksperiencë më afatgjatë, energjia dhe idetë inovative dhe risit që të rinjt sjellin, kur gjejnë mbështetje dhe në kapacitetet e ndërtuara nga ata që kanë eksperiencën bisupe, mendoj që mund ta katalizojnë situatën apo politikën apo institucionin në cilat ato bazohen. Për t'ju dhënë një shembull konkret dhe për t'ju dhënë pak kontekst lidhur me punën që ushtroj, po është e vërtet që kam bërë kërkim akademik, por jam marrë më së tepërmi me identifikimin e granteve për fushën e akademike të arsimit të lartë, me projektimin e propozimeve,
dhe me menaxhimin e këtyre granteve, pra e marrë dhe me pjesën akademike dhe me pjesën menaxheriale. Shumica e këtyre projekteve merren kryesisht me sektorët prioritar të vizionit kombëtar të Katarit. Dhe në secilin prej tyre kam arritur të mësoj mënyra të reja, pra se si këto ide mund të zhvillohen dhe të përshtaten edhe në një kontekst tjetër më global. Fjalja e fundit, dhe ju kërkoj ndjes, mendoj që eksperienca në atë vend, njohja e gjuhës dhe të jetuarit realisht me ritmin institucional dhe shoqëror të vendit, heqin disa barriera të cilat duke ardhur nga jashtë domosdoshmërisht janë më të vështira, por njëkohësisht paraqesin një sfidë shumë interesante lidhur me moshën dhe në të qenit shumë shpesh një 26 vjeçare në mesin e burrave apo grave me shumë vite mbi sube. Faleminderit, zonja Krega. Nëse kemi komente dhe po e fillojmë me zotin Shell. Parë njerë, zoti kryetar, unë kam shërë dhe tjera, unë jam kundër emërimit të rezidentëve ambasador në vendet ku janë rezident. Nuk ka gjë më të keqe. Për shumë arsye. Nuk ndodh kjo punë me vendet tjera perëndimore. Nuk emërohen rezidentët ambasador aty ku janë rezident. Për 7 vjetësh, 9 vjetësh, 5 vjetësh. Ne prandaj bëjmë edhe rotacionin e ambasadorëve. Ishte 3 apo 4 vite, teorikisht, se kanë qenë 12 vite keni mbajtur. Sepse nuk duhet qëndrojnë më shumë. Është e papranueshme dhe pa për mua e dëmshme në shumë element. Nuk do të hyj tash në çfarë elemente, por janë shumë element që nuk mund të jetë ambasadori pjesë të vi nga rezidenca e një vendi ku është. Është e gabuar tmerrsisht. Kjo që nuk ka, e kam thënë edhe tjera, kemi folur edhe për vende tjera dhe perëndimore për të gjë në komision të jashtëm, apo jo zotë Koçau, kemi qenë në herën e kaluar. Unë kam qenë kundër dhe është një praktikë që nuk ndodh. Ose në përjashtime jashtëzakonisht të mëdha ndodh. Nuk mund të ndodhi. Është e gabuar si praktikë shumë. Nuk është pozitivitet, është negativitet i thellë. Mund të shkojë në një vend tjetër, po jo atje ku është rezident për shumë vitesh. Janë shumë elemente që e bëjnë të papranueshme një gjë të tillë për një diplomaci moderne, të sofistikuar, që e vlerëson diplomacinë. E para, e dyta, që unë vlerësoj atë që ke bërë ti dhe vlerësoj ty sinqerisht për ta them, zhurumbullak. Nuk di, ke punuar, ke ambicie të lumtë. Ti the një fjalë kur të pyeti që unë po filloj, nuk e di se si do bëj me diplomacinë, se eksperiencë po filloj tash ti. Po fillosh eksperiencën diplomatike me ambasadoren, duke qenë ambasador është e papranueshme. Të fillosh eksperiencën në diplomaci duke emëruar ambasador, për mua është e papranueshme, për mua si drejtam. Do të thënë, absolutisht unë isha shumë i kënaqur ju të vini, punoni në trupin diplomatik shqiptar, në misinë e jashtme disa vite. Dhe pastaj filloni nga sekretari i parë, nga këshilltar në një ambasadë. Dhe tani një ambasador, keni vlera, keni kapacitete, unë i vlerësoj në ato që kam pash, por çdo gjë ka radhën e vet, se ndryshe pasaj edhe kapacitetet deformohen. Katapultimi gjithmonë shkatron njeriu. Mos kujtojnë se katapultimi e jep vlera. Bie një moment pasaj që pson shutin. Kjo është e rëndësishme, do të kuptojmë të gjë. Në çdo gjë kjo, po veçanërisht në politikë dhe në diplomaci. Unë këtë do rekomandoja, ju të filloni të ministrit jashtme, të krijoni të eksperiencën diplomatike, të kaloni në një ambasadë në një vetë, jo, edhe absolutisht unë jam kundër qenies se një rezident i ambasador aty ku është. Kategorikisht kundër. Është e dëmshme, është e pakontrollueshme, është e rrezikshme, do të them shumë. Nuk do të them për ju, po ka shumë element në këtë histori. Megjithatë, ne nuk kemi vendimarrje si komision, ne jemi thjesht me opinione të përgjithshme për politika diplomatike, domethënë po jap. Por ndoj them diçka, vendi ku ju shkoni është një vend i rëndësishëm. Rajoni ku ju shkoni është një rajon i rëndësishëm. Është një rajon i cili është sot në prag të zhvillimeve të mëdha. Shpresojmë të jenë zhvillime demokratike. Shpresojmë të dalin nga ajo vorbull e pasigurisë, e diktaturave, e ekstremizme fetare, dhe të futet në rrugën e një zhvillimi demokratik. Do t'i shërbejnë atij rajoni
dhe botës tërësi. Roli i ambasadorit shqiptar është i rëndësishëm, relativisht i rëndësishëm, kemi të qartë dimensionet tona janë të tilla që janë. Unë do këshilloj diçka. Në politikët regionale ne duhet ndjekim në atë zonë hapasabi vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Asgjë tjetër. Ne nuk kemi një vend që mund të kemi atje role, as interesa nuk kemi, jemi realistë, nuk kemi në interes madh atje. Në atë zonë, bëjmë sa shkëmbime, sa gjëra. Interesat tona janë në rajon, në Europë, në vendet partnere. Edhe vendet ku mund të kemi influencë është rajoni, jo, nuk mund të se ka kemi në Shqipëri dimensionet tonë, por neve në gjeopolitikën e madhe, si është atje vend atje duhet gjeopolitika e madhe, ne duhet të ndjekim hapasapi Shtetet e Bashkuara të Amerikës në politikat e saj. Unë këtë rekomandim t'jap. Kjo është shumë e rëndësishme duhet pas. Është absolutisht dhe një rekomandim edhe i parlamentit tonë, ne kemi diskutuar edhe në parlamentin shqiptar të që është një rekomandim i përgjithshëm i politikës shqiptare, jo vetëm një pjesë sot kjo. Të theksuam edhe kur diskutuam për bordin e paqes, apo jo. Pra, këtë do të keni parasysh mirë. Atje do ndjekur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është partneri jonë gjeopolitik kryesor. Atë ne ndjekim përderisa nuk ka vendime të detyrueshme të Bashkimit Evropian. Ku ne bëhemi pastaj antar të Bashkimit Evropian. Faleminderit. Faleminderit zoti Shell, dhe nëse s'ka komente tjera, mendoj zoti Shell që Ministria e Jashtme i ka kryer gjitha verifikimet e nevojshme për të dy kandidatët, po. Pjesa e rezidentit apo pjesa e shtetasit, neve më shumë kemi pasur debatin për kandidatët me shtetësi të vendit ku po besoj rezidenca në Katar është thjesht rezidencë për shkak të qëndrimit aty. Ama jam dakord me pjesën tjetër që asaj që ju thatë zoti Shell. Jam dakord me atë që po thoshit. Karriera diplomatike duhet zhvilluar dhe nuk zhvillohet duke thyer rekordin e të qenit ambasador në një mosh 26, 9-30, nuk ka pasur ambasador deri më sot në këtë mosh. Ju uroj shumë sukses përpara. Edhe shpresoj që të keni mundësinë që ta përmirësoni bagazhin që keni, jo vetëm me eksperiencën akademike që keni pasur, edhe shpresoj që të mbaroni studimet, se shikojnë CV që si keni mbaruar. Po vazhdojmë me kandidatin tjetër, me zotin Bardhyl Kolçaku, zonja Vilma Premtin, nëse ju do bëni një prezantim të shkurtër të kandidatit, atë vazhdojmë. Po, faleminderit kryetar, një prezantim të shkurtër për generalin e nderuar, të cilin dhe ju keni patur rastin ta njihni në këtë komision në legjislaturën e kaluar. Gjithsesi është një kënaqësi e veçantë për mua sot që të prezantoj në këtë seancë gjimore kandidaturën e ambasadorit të jashtëzakonshëm dhe fuqiplot në misionin e përhershëm të Republikës së Shqipërisë në NATO, zotit Bardhyl Kolçaku. Aktualisht zoti Kolçaku është drejtori i Institutit Kërkimor Shkencor Ushtarak, Akademia e Forcave të Armatosura në Ministrinë e Mbrojtjes. Zoti Kolçaku ka një karrierë të gjatë dhe të spikatur në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Ai ka nisur duke u diplomuar me rezultate të shkëlqyera në Akademinë e Lartë Ushtarake Skënderbej në vitin 1990. Arsimimin e tij ushtarak e ka vazhduar në Kolegjin e Komandës dhe Shtabit dhe Kolegjin e Shtabeve të Bashkuara në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat i ka përfunduar po ashtu me rezultate të shkëlqyera. Përveç arsimit institucional, zoti Kolçaku ka përfunduar kurse të ndryshme të zbulimit, forcave speciale, menaxhimit të burimeve të mbrojtjes, sigurisë e tjerë, kryesisht në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Turqi dhe në Qendrën Marshall në Gjermani. Krahas arsimit ushtarak, zoti Kolçaku ka ndjekur masterin për administrim publik në Universitetin e Tiranës, në bashkëpunim me Universitetin e Nebraskës në Shtetet e Bashkuara, si dhe ka përfunduar me rezultate shumë të mira ciklin e 3 të doktoraturës në Akademinë e Forcave të Armatosura në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë. Zoti Kolçaku ka një karrierë të suksesshme në forcat e armatosura, duke shërbyer në detyra të ndryshme komanduese dhe në shtabe, nga nivelet më të ulta në drejtor drejtorie, agjencie, brenda dhe jashtë vendit,
duke kulmuar në detyrat më të larta ushtarake, ato të shefit të shtabit të përgjithshëm të Forcave të Armatosura të Republikës Shqipëri në periudhën 2017-2020. Zoti Kolçaku ka marrë pjesë si vëzhgues ushtarak në misionin e Kombeve të Bashkuara në Gjeorgji në vitin 1996-1997. Pas antarësimit të Shqipërisë në NATO, në periudhën 2010-2014, ka qenë ndër ushtarakët e parë të përzgjedhur dhe të emëruar në strukturat ushtarake të saj. Fillimisht si oficer shtabi dhe më pas drejtori i Drejtorisë Koordinimi i Integrimit në divizionin e partneritetit në Shtabin Suprem të Aleancës në Mons, Belgjik. Karriera e tij ushtarake është e lidhur ngushtë me procesin e antarësimit dhe integrimit të Shqipërisë në Aleancë. Zoti Kolçaku ka qenë oficer ndërlidhës pranë zyrës së NATO-s PFP në Tiranë, koordinatori i ekipit amerikan të asistencës për rishikimin e mbrojtjes, si dhe komandues drejtues i formacioneve të deklaruara në objektivat e partneritetit gjatë procesit të vlerësimit dhe certifikimit nga Aleanca. Pas përfundimit të karrierës ushtarake, në periudhën 2021-2025, në legjislaturën e 10, ai është zgjedhur dhe ka ushtruar detyrën e deputetit të Kuvendit të Shqipërisë, duke qenë antar i përhershëm i Komisionit të Sigurisë dhe Komisionit të Marrëdhënieve me Jashtë, antar zëvendësues i Komisionit të Ligjeve dhe Komisionit të Integrimit, si dhe antar i Komisionit Posaçëm për dezinformimin. Paralelisht në angazhimin institucional civil dhe ushtarak, ka zhvilluar një veprimtari të vazhdueshme akademike dhe mesimdhënëse, si dhe ka drejtuar seminare dhe konferenca të nivelit strategjik dhe ndërkombëtar brenda dhe jashtë vendit. Është vlerësuar me medalje dhe dekorata të ndryshme për arritjet dhe shërbimet gjatë karrierës ushtarake nga autoritetet të ndryshme ushtarake dhe civile brenda dhe jashtë vendit. Ai flet shumë mirë gjuhën angleze dhe njeh mirë gjuhën greke dhe italiane. Të nderuar antar të komisionit, cilësitë dhe aftësitë profesionale të zotit Kolçaku, të dëshmuara ndër vite në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë dhe çështjeve të lidhura me NATO-n, kemi gjykuar që janë pikërisht të duhura për drejtimin e misionit të Republikës së Shqipërisë pranë Aleancës. Jemi të bindur se në ndrejtimin e tij, misioni ynë në NATO në bashkëpunim me strukturat e Ministrisë për Evropën dhe Punë të Jashtme, do të përballojnë me sukses këtë eksperiencë unike, forumin më të rëndësishëm të vendimarrjes për çështjet e mbrojtjes dhe të sigurisë. Ju faleminderit. Faleminderit zonës ministre, ja fjalën e njëri kandidatit, zoti Kolçaku. Shumë faleminderit zonës ministre për prezantimin, i nderuar kryetari i komisionit, të nderuar antar, ndihem thellësisht i privilegjuar, i vlerësuar dhe shumë falenderues për besimin e ministrit të jashtëm zonjës Spiropali dhe kryeministrit zoti Rama, duke më besuar dhe propozuar te presidenti i Republikës zoti Begaj për t'u emëruar në detyrën e lartë, të rëndësishme dhe të respektuar të ambasadorit të misionit të Republikës së Shqipërisë në NATO Bruxelles. Sot rikthehem me shumë emocion në këtë komision të nderuar, ku për 4 vjet rresht kam pasur nderin të jemi ulur krajush dhe të përfitoj nga eksperjencat e çmuar kolegëve, një pjesë të cilëve janë sot prezent. NATO është aleanca më e gjatë dhe suksesshme në sigurisë në këto 8 dekadat e fundit. Rrugtimi i Shqipërisë në aleancë ka nisur herët, qysh në vitin 1994, ku Shqipëria u antarësua në programin e partneritetit për paqe, PFP, dhe përfundoi 17 vite më parë, ku Shqipëria së bashku me Kroacinë ju bashkuan në aleancës si antar të 27 dhe 28 në prill 2009. Unë personalisht, zotës ministra Eceku, kam pasur nderin dhe përgjegjësinë të jem ndër ushtarakët e parë shqiptarë që kam shërbyer në Komandën Supreme të Aleancës në periudhën 2010-2014, duke kontribuar drejt për drejt për bashkëpunimin dhe integrimin me partnerët. Rrugtimi im në NATO ka filluar herët dhe nuk do të përsëris ato që citoi zotës ministra, por duhet të them që rikthehem në një institucion ku kam shpenzuar një kohë të gjatë të karrierës time ushtarake, por edhe atë politike, pasi në mandatin e kaluar kam qenë antar i delegacionit parlamentar të NATO-s dhe le të themi që rrugtimi në këtë është i natyrshëm. Sot Evropa përballet me një mjedis sigurie ku agresioni rus në Ukrainë nuk është përjashtim, por paralajmërimi i një konfrontimi të zgjatur. Lufta në Ukrainë, sot kemi hyrë në vitin e 5, ka nxjerrë në pa dobësitë thelbësore që shprehen në mungesë investimesh
në industrinë e mbrojtjes, në depo municionesh të zbrazura, konsensus publik i brisht dhe varësi strukturore nga udhëheqja amerikane si në aspektin e forcës ashtu dhe në drejtim e vendimarrje. Në kushtet e një Evrope që nuk është më në paqe, NATO ka ndryshuar kursin e saj në një mendësi lufte, çka do të thotë për vendet aleate rritje të kapaciteteve mbrojtëse, zgjerim të industrisë ushtarake, forcim të elementeve të shkurajimit dhe vijim të mbështetjes së palëkundur për Ukrainën. Aleanca ka ndërmarrë hapa të rëndësishëm për forcimin e shtyllës europiane në NATO, duke shënuar një intensifikim të dialogut NATO-BE dhe marrjen e më shumë përgjegjësive për mbrojtjen nga aleatët evropian dhe Kanadaja. Rëndësitë posaçme në këtë bashkëpunim të shtuar NATO-BE paraqet domosdoshmëria për një qasje gjithëpërfshirëse ndaj aleatëve jo antar të BE-s dhe heqja e klauzulave përjashtuese për vendet jo anëtare në projektet e mbrojtjes së BE-s. Në këtë sfond, me nisjen e agresionit rus në Ukrainë dhe ardhen administratës së re amerikane, Aleanca ka ridimensionuar prioritetet e saj, veçanërisht në samitin historik të Hagës, dhe unë do të listoj një pjesë të tyre. Rritja e shpenzimeve të mbrojtjes. Krerët e shtetet dhe qeverive miratuar në Hagë zotimin për rritjen e investimeve të mbrojtjes, ajo që njihet Defense Investment Pledge, ku vendet aleate u angazhuan për rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen në nivelin 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në vitin 2035 me plane konkrete dhe të besueshme për rritje vjetore, ku 3.5% e tyre, pra nga 5% do të shkojë për nevoja direkte të lidhura me mbrojtjen dhe pjesa tjetër prej 1.5% për projekte të gjera të lidhura me mbrojtjen, përfshir infrastrukturën kritike, mbrojtjen kibernetike, përgatitjen civile, inovacionin dhe forcimin e industrisë ushtarake. Prioriteti i dytë është avancimi i kapaciteteve ushtarake dhe fuqizimi i industrisë së mbrojtjes së vendalate, ku tashmë peshën kryesore do e marrë vetë Evropa. Këtu do të kuptojmë investime për më shumë mbrojtje ajrore, më shumë municione dhe linja furnizimi të sigurta përgjatë aleancës. Forcimi i kapaciteteve të parandalimit dhe të mbrojtjes në gjuhën e NATO-s që njihet si Deterrence and Defense. Vijimi i mbështetjes së palëkundur për Ukrainën, duke e parë sigurinë e aleancës të lidhur ngushtësisht me atë të Ukrainës. Dhe fundit, por jo nga rëndësia, fuqizimi i mbrojtjes kolektive dhe masave parandaluese dhe shkurajuese. Prioritetet e Republikës së Shqipërisë janë të linjëzuara me ato të aleancës dhe konkretisht mbështetja e unitetit, koezionit dhe rëndësisë së lidhjes transatlantike në NATO, si element thelbësor për përballimin me sukses të kërcënimeve kolektive të sigurisë. Rritja e shpenzimeve të mbrojtjes, kur për të dytin vit radhazi, Republika e Shqipërisë ka përmbushur detyrimin për arritjen e kufirit 2% të GDP-s, ndërsa ka projektuar një trajektorë të qartë të rritjes progresive të buxhetit të mbrojtjes me 0.15% në çdo vit, duke filluar nga viti buxhetor që kemi filluar deri në arritjen e objektivit 3.5% në vitin 2035. Rivitalizimi i industrisë së mbrojtjes, ku kanë parasysh bazën ligjore të miratuar nga Kuvendi, aktet ligjore nga qeveria dhe planet e projektet konkrete për prodhimin e municioneve, pajisjeve, mjeteve luftarakeve, dronëve dhe aksesorëve të tjerë. Rritja kapaciteteve operacionale dhe gatishmërisë, si dhe kontributi në misionet dhe operacionet aleancës. Avancim, rritje të mobilitetit ushtarak dhe investime në infrastrukturën kritike me fokus të posaçëm korridori 8. Këtij qëllimi shërbeu dhe ministeriali pak ditëve më parë këtu në Tiranë, që për Shqipërinë lidhet në mënyrë të drejtë me projektin e bazë detare të NATO-s në Porto Palermo, në Porto Romano, si porta hyrëse, arteriet rrugore dhe kurorore të këtij korridori, i cilësuar dhe pranuar si korridor strategjik për aleancën në ministerialin e fundit të mbrojtjes. Vijim i mbështetjes së palëkundur për Ukrainën nëpërmjet financimit të listës së integruar të prioriteteve në gjuhën e NATO-s PEARL, si dhe mekanizmave dhe iniciativave të tjera. Qëndrueshmëria, rezilienca e shoqërisë dhe mbrojtja civile për të përballuar kërcënimet dhe sfidat.
Prioritetet e punës time, nëse ky komision i nderuar e pranon kandidaturën time dhe Presidenti i Republikës do më dekretoj, do të jenë avancim dhe nxitje për një angazhim dhe vëmendje në rritje të aleancës për Ballkanin Perëndimor, si dhe nxitje të ndërveprimit dhe të rolit të aleancës në garantimin e paqes dhe sigurisë në Kosovë dhe rajon. Kërcënimet hibride, influencat dhe ndryrët e huaja në rajonin tonë kërkojnë adresim dhe vëmendje të shtuar nga aleanca në të gjitha komitetet dhe nivelet e larta vendimarrëse, dhe këtu kam parasysh NAK-un apo edhe të gjitha nivelet tjera vendimarrëse. Mbështetja për Kosovën, institucionet e sigurisë saj, transformimi i FSK-s në forcë të armatosur sipas afate të përcaktuara deri në 2028 do të jetë në qendër të vëmendjes së punës së misionit të Republikës së Shqipërisë të NATO. Stabiliteti i Kosovës lidhet ngushtë me prezencën e NATO-s Kosovë nëpërmjet KFOR-it, roli i të cilit është thelbësor për sigurinë e rajonit tonë. Shqipëria do të mbështesë çdo opsion për misionin e KFOR-it dhe ekipin këshillues ndërlidhës në NATO, NALT, për t'u angazhuar me strukturat e sigurisë të Kosovës. E ardhmja e Kosovës i përket integrimit në strukturat euroatlantike. Mobiliteti ushtarak dhe sigurimi i korridoreve të lëvizjes që ECK dhe pak më sipër siguron lëvizjen e shpejtë të trupave dhe është padyshim një prioritet strategjik që buron nga samiti i Washingtonit për të përballuar kërcënimet që i vinë aleancës dhe aleatëve nga lindja dhe për të mundësuar dislokimet e shpejt të trupave dhe mjeteve në funksion të planeve të mbrojtjes për të shkurajuar, parandaluar dhe garantuar mbrojtjen kolektive të vendeve anëtare nga çdo kërcënim. Në margjinët e samitit të NATO-s në Washington, në 2024, ministrat e mbrojtjes firmosën dhe Shqipëria u bë iniciatore e nënshkrimit të letrës qillimore LOI për mobilitetin ushtarak për gjatë korridorit 8, në funksion të politikës së NATO-s për parandalim dhe mbrojtje në zonën euroatlantike. E fundit, por jo nga rëndësia, misioni i Shqipërisë në NATO do të jetë tërësisht i fokusuar në përgatitjen dhe marrjen gjitha masa për organizimin dhe zhvillimin e samitit të radhës në Tiranë në vitin 2027. Përgatitjet kanë nisur tashmë dhe 2026 shënon një vit intensiv dhe të fokusuar tërësisht për organizimin e samitit në Tiranë, i pari jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për gjithë rajonin tonë. Jetëzimi i prioritetet të listuara më sipër do të mundësohet duke mirë menaxhuar dhe koordinuar, sintetizuar profesionalizmin, integritetin, disiplinën e punës dhe përkushtimin e stafit diplomatik, ushtarak e civil, teknik dhe ndihmës të misionit dhe të gjithë atyre që shërbejnë në strukturat ushtarake apo strukturat tona dhe agjencitë aleancës. Jam besim plot se mbështetja e Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme, e Ministrisë së Mbrojtjes dhe strukturat tjera të shtetit nuk do më mungojë në realizimin e këtij misioni. Edhe një herë, ndihemi vlerësuar për këtë përgjegjësi të madhe që më ngarkohet. Koshient për sfidat dhe vështirësitë në përmbushjen e tij, por besim plot të përfaqësoj vendin tim në mënyrën më të mirë të mundshme. Do të jem zëri i fortë në tryezat e aleancës, atje ku merren vendime që na prekin drejt për drejt, jo vetëm në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes, por dhe për të avancuar interesat ekonomike dhe shoqërore të vendit. Duke ju falendëruar për vëmendjen, mbeten në dispozicionin tuaj për të vijuar këtë seancë dëgjimore. Faleminderit. Faleminderit zoti Kolçaku, po e hap dhe njerë tryezën e diskutimeve, po e nis me zotin Shell. Faleminderit zoti kryetar. Padyshim ti je kryetari i misionit tonë në NATO është mjaft e rëndësishme. Është një pozicion shumë i rëndësishëm strategjik për Shqipërinë, për rajonin, sepse është një organizëm ku neve jemi antar prej disa vitesh, dhe jo vetëm që jemi antar, po unë mendoj që jemi antar aktiv. Dhe kemi qenë antar aktiv që nga viti 92, kur unë u bëm hym në partneritetin për paqe, 94, po, partneriteti për paqe, dhe gjithmonë kemi luajtur një rol të rëndësishëm, padyshim në rrëputhje me dimensionet tona, duhet të jemi shumë sinqert për të gjë, por lojal në NATO-n dhe ashtu si kemi përfituar nga NATO-ja, siguri, stabilitet, gjë që veçanërisht dori në pa në periudhën e luftës Kosovës, ku ndërhyrja e NATO-s ishte thelbësore në arritjen e pavarësisë Kosovës, lirisë së popullit, ndalimit të genocidit,
sërb, krimeve kundër njerëzimit që ushtria Miloševićit po realizonte në atë periudhë. Ju jeni një personalitet, do thoja, me eksperiencë pavarësisht nuk keni qenë pjesë e trupit diplomatik në mënyrë direkte, por prapë se prapë, unë mendoj se keni një CV të pasur të drejtim, qoftë në nivelin ushtarak, qoftë të diplomacisë parlamentare, qoftë aktivitetet ndryshme, dhe unë jam vetë dëshmimtar se ne kemi qenë së bashku në shumë aktivitete dhe në shumë procese të këtij lloji. Unë besoj që ju do ta kryeni me dinjitet atë detyrë të rëndësishme që keni, që ju është ngarkuar. Duke bërë që roli jonë aktiv në NATO të jetë akoma më i fortë. Dhe gjithmonë duke pasur në qendër të vëmendjes rolin drejtues të Shtetit Bashkuar të Amerikës në NATO. Do të jemi shumë sinqert. Pavarësisht debateve të sotme që janë, Europa, Shtetit Bashkuar të Amerikës, NATO-ja po zbehet, unë them që NATO nuk zbehet dot. Zbeja e NATO do të ishte një disfat e madhe gjithë forcave demokratike në botë. E gjithë atyre që aspirojnë në vlerat, në lirit, në të drejtën, absolutisht. NATO është mburoja kryesore sot në botë në këtë gjë. Pavarësisht se Europa duhet të zhvillojë dhe mund të zhvillojë forcat mbrojtëse, por qenia autonome apo jo nga NATO-ja, kjo është diçka e diskutueshme. Është e diskutueshme edhe në suazën e vetë vendeve më të rëndësishme europiane, që duhet të zhvillojë Europa një forcë të saj mbrojtëse autonome, apo duhet të forcojë kapacitetet ushtarake edhe të jetë gjithmonë pjesë e suazës së NATO-s. Ndoshta kjo dyta është më e përshtatshme dhe më efektive. Historia e luftrave, lufta e dytë botërore, lufta e parë botërore tregoi qartësisht që Aleanca Europë-SBA është thelbësore në shkatrimin e agresioneve, atyre që duan të shkatrojnë lirinë, popujt, pavarësinë absolutisht. Dhe ky për mua është një aksom e cila është akoma e qartë në suazën botërore. Veçanërisht sot kur po zhvillohen dhe fuqi të tjera të mëdha diku të larg, ajo aleancë e madhe është SBA e Europës e domosdoshme. Kështu që NATO-ja do të ngeli, besoj, forca kryesore politike ushtarake mbrojtëse botërore. Dhe ju keni një rol në drejtim si ambasador një vendi të vogël, po një vend i cili është i lidhur pasgjimërisht me NATO-n, me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Europën. Ju përmendët diçka dhe unë jam shumë dakord me atë që përmendët juve. Një nga pikat kryesore do të jetë të gjitha përpjekjet që ne bëjmë që Kosova të antarësohet në NATO. Nëse Kosova arrin të antarësohet në NATO, do jetë një nga sukseset më të mëdha për stabilitetin e rajonit tonë dhe të Europës vetë, jo vetëm stabilitet të rajonit, se gjithmonë destabiliteti i Ballkanit ka krijuar destabilitet evropian. Prandaj është pse sa të kemi ne mundësi ta kryejmë atë rol, unë besoj që mund të kemi mundësi, po kjo varet nga roli i Shqipërisë së si. Për shembull, nuk ka qenë pa domethënie që presidenti Bush erdhi në Tiranë krah të Berishës dhe shpalli antarësimin e NATO të Shqipërisë, Maqedonisë Veriut dhe Malizit. Tregoi që Shqipëria mund të ketë role të mëdha në politikën rajonale. Krahasis, ngatrova. Mund të ketë role të mëdha në politikat rajonale. Ambasadori misioni jon atje ka rolin e tij dhe mund të ketë rol të rëndësishëm të që absolutisht. Unë mendoj që të uroj suksese, nuk kam në gjë tjetër. Ju e dini shumë mirë rëndësinë e NATO-s, jeni pjesë e asaj strukturave politika ushtarake, keni qenë pjesë të jetën dhe keni punuar në këtë suaz. Faleminderit. Faleminderit zoti Shell, zonja Spaut, lutem. Spaju. Faleminderit zoti Kolçaku, në fakt do doja vetëm nuk kam pyetje sepse ju në të gjitha të çfarë kishit përgatitur i morëm përgjigjet e pyetjeve në lidhje me punën që ju do të bëni. Unë vetëm do doja të vlerësoja maksimalisht kontributin tuaj, të dhënë në 4 vite në parlament, por mbi të gjitha edhe kontributin që keni dhënë në fushën tuaj. Edhe si komandant i përgjithshëm, por ju e keni filluar në fakt eksperiencën në NATO shumë vite më parë, kështu që mendoj që profesionalizmi juaj
përvoja juaj dhe serioziteti me cilën ju i merrni çdo detyrë do t'i realizojë gjithë ato objektiva që ju i keni vënë vetes në lidhje me këtë mision, që në fakt siç e përmendi dhe profesor Sheu, është shumë i rëndësishëm. Ju uroj shumë suksese dhe besoj shumë në këtë bashkëpunim dhe në aftësitë tuaja për ta kryer këtë detyrë. Faleminderit, zënës Spaiu. Zoti Gollçaku, meqense s'pati pyetje, lejoni të bëj unë një pyetje. Ju ndoisha në prezantim, do isha shumë interesuar dija si mendoni ju mandatin. Pjesën politike kemi Ministrinë e Jashtme, Ministrinë e Mbrojtjes që merren me këto, po do doja të fokusohesha ke mandati juaj. Përmendët organizimin e samitit që prap organizimi i samitit bëhet në Tiranë. Çfarë tjetër përveç aspekteve politike madhore që i ndjekin ministrit, juve keni si gjë të rëndësishme në punën tuaj si ambasadori i mundshëm i Republikës së Shqipërisë në këtë organizat? Falenderoj zoti Sheu, zonjën Spaiu për komentet dhe rekomandimet. Pyetja juaj, i nderuar kryetar, është shumë e rëndësishme. Ambasadori, si kreu i misionit diplomatik, merr pjesë në Këshillin e Atlantikut, në atë quhet NAC. Por përpara se ambasadori të marrë vendime apo të ngrejë dorën në atë tryez, është një rrjet që unë e ceka pak, i gjerë i kolegëve, varësve, bashkëpunëtorëve në të dyja stafet, në stafin ushtarak, në stafin civil, duke filluar ku një nga prioritetet ishte në Prishtinë, ku kemi ne në KFOR, si antar të KFOR-it apo në zyrën e naltit, kemi përfaqësuesit tonë, çdo lloj vendimarrje që kulmon në Bruksel, fillon aty ku ndodh ngjarja. Fillon edhe diskutohet, le të marrim periodik mission review të misionit të KFOR-it, fillon dhe kristalizohet në Kosovë, vazhdon në komandën e bashkuar të Napolit, ku ne kemi përfaqësues qoftë të Shqipërisë, qoftë edhe shqiptar në strukturat e aleancës, vazhdon në komandën supreme të aleancës në Shqip dhe shkon në Bruksel, në NATO, ku aty janë dy stafe, stafi civil ndërkombëtar, stafi ushtarak ndërkombëtar, ku kemi përfaqësuesit tanë të cilët japin mendime, japin këshilla, sugjerime, rekomandime që ndihmojnë ambasadorin në kryerjen e kësaj detyre. Por ajo që unë do të kërkoj është që vendimarrja apo çdo lloj dokumenti të ketë vullën, të ketë gjurmën e të gjithë atyre që kontribojnë, të pasqyrojnë në mënyrë më të drejtë të mundshme, me objektive prioritetet, vëmendjen e Ministrisë së Evropës dhe Punës të Jashtme, por mbi të gjitha të sintetizoj, të harmonizoj interesat e vendit tonë të Shqipërisë në kompleks, referuar dhe që burojnë nga dokumentat kryesore, qoftë strategjia e sigurisë kombëtare, strategjia ushtarake, planet afatgjatë zhvillimit, dokumentat e tjerë për integrimin, edhe kur themi që unë vërtet do të jem aty dhe do të përcjell edhe do të jemi si interlokutor midis Ministrisë së Evropës ose shtetit shqiptar dhe aleancës, por mbi të gjitha kur tash do të jemi zë në mënyrë që të mbrojmë interesat e Shqipërisë në atë tavolinë ku merren vendime, të ndihmojmë vendimarrjen këtu në Tiranë dhe të kontribojmë që edhe aleanca të ketë në vëmendje interesat e Shqipërisë, interesat e Kosovës, interesat e rajonit. Faleminderit. Faleminderit zoti Gollçaku. Zonës ministre, besoj edhe për kandidatin tjetër janë bërë verifikimet e nevojshme me gjitha institucionet bazuar në ligj dhe duke uruar të dy kandidatëve dekretim sa më të shpejt. Ja, kemi pa fat, e ka pasur ata fat.
e ka pasur në ligjin e vjetër. Sipas parashikimit në legislacion, edhe e citoj përpara emërimit ambasadorit nga Presidenti i Republikës, Komisioni Përgjegjës organizon seanca dëgjimore për kandidatët për të emëruar ambasador dhe do t'i përcjellim Presidentit të Republikës opinionin. Ne do ta bëjmë këtë për kandidaturat që sapo dëgjuam, për zonjën Jeta Kreka dhe për zotin Bardul Kolçaku. Mbledhjen e sotme të komisionit deklarohet të mbyllur dhe për mbledhjet tjetër do t'ju njoftojmë përmes sekretariatit. Faleminderit dhe punë mbar.